Specialistët e trafikut urban dhe interurban në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen ukrainase OÇ, 23 vjeçe, banuese në Durrës. Pasi mbrëmjen e djeshme, motomjeti që ajo drejtonte pa leje drejtimi është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin KB. Një aksident janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin GT, 52 vjeç, banues të Vlorë. Pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij dhe ka qelluar me shuplak fqinjen e tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen e Sh, 47 vjeçe, banuese në Finiq. Pasi gjatë kontrollit në lokalin e saj u konstatua një kompjuter që dyshohet se përdorej për organizimin e lojrave të fatit. Gjithashtu këta specialist referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin e A, 37 vjeç, banues në Sarandë, pasi dyshohet se ka goditur me thik shtetasin e D, 26 vjeç, banues në Sarandë. Për motive të dobta. 26 vjeçari mori mjekim dhe është jashtë rrezikut për jetën. Punohet për kapjen e 37 vjeçarit dhe zbardhjen e rrethanave të rastit. Materialet procedurale ju referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.